Përshëndetje, unë jam Shpati dhe këto janë 10 përgjigjet e mia për Yellow Talks. Cili është sekreti i parë i një fushate marketingu që shkon viral? Sekreti i një fushate është shumë e thjeshtë. Fushata duhet me pas një emocion, duhet me pas ose humor, ose trishtim, ose diçka që e ngacmon një emocion të një njeriu, cilin ato shtyn për me bo share, për me shpërnda edhe për me përfol të tjerë. Çka po bëjnë markat e mëdha që ne nuk po e kuptojmë? Realisht ne s'po dojmë me bo, se përndryshe markat të mëdha bojnë analiza, thellohen në audiencën që i drejtohen atyve, edhe në bazë atyve analizave edhe i personalizojnë kampanjat dhe kanë efekt shumë më të mirë. Marketingu, kreativitet apo analizë ftohtë? Të dyja bashk, kreativiteti është 50% dhe analiza është 50% tjera. Kreativiteti ta hap një derë, kurse analiza tregon në cilën derë mos me hyj aty. Si mund të bësh klientët të dashurojnë markën tënde në 5 sekonda? Sekreti është thjeshtësia dhe të mesazhi i qartë që duhet i drejtohet audiencës. Tu marr parasysh sipas statistikave që janë bo, analizave që janë bo, vëmendja e njeriu shkon deri në 8 sekonda, tu marr parasysh që ai peshku në akvarium i portokallit e ka vëmendjen 12 sekonda, neve na ka arrit në 8 sekonda. Prandaj duhet me pas shumë kujdes, me bo thjesht edhe duhet me marr parasysh se thjeshtësisë i duhet shumë punë. Cilat janë trendet që do të pushtojnë marketingun në vitin e ardhshëm? Impaktin që tash e ka inteligjenca artificiale, edhe trendet paka shumë determinon inteligjenca artificiale të ndërhy në estetikë edhe shumë gjana tjera, po prap njerëzit do të kërkojnë autenticitetin dhe do të kërkojnë atë njerëzorën që neve na duhet. Gabimi më i madh që bëjnë bizneset e reja në marketing? Bizneset e reja, gabimin më të madh e bojnë si fillim tu fokusu tek shitja. Domethënë nuk duhet me qenë fokusi tek shitja, po fillimisht duhet një ndërgjegjësim të brandit, një krijimi të një vlere të audienca, pastaj vjen edhe shitja. Si e masin marketerët suksesin kur pëlqimet nuk mjaftojnë? Realisht pëlqimet janë një indikator cilët na tregojnë për efektin që ka pas një kampanjë, po gjithmonë duhet më fokusu te ROI, domethënë te investimi që është bo në kthim. Ai investim që është bo, sa është kthy, edhe aty jemi te fitimi. Çfarë marketingu funksionon sot dhe çfarë ka qenë në të kaluarën? Në të kaluarën, kush ka bërtit më shumë, ka shit më shumë. Domethënë ka meftu një reklam, me investu shumë në atë reklam, me prezantu shumë, me paraqit shumë nëpër media, nëpër gazeta, edhe ke arrite te shitja. Kurse në ditët e sotit është shumë më vështirë, ka shumë kanale, ka shumë strategji që i qasës audiencës, edhe shumë më problematike për më arrit deri te shitja. Po domosdoshmëri duhet profilizimi i kampanjave te audiencës. Si ta bësh publikun të flasë për markën tënde pa paguar reklama? Nëse don me fol publiku për brandin tënë, ose për produktin tënë, ose për shërbimin tënë, duhet ta ketë një histori mbrapa. Jemi rrit me historitë të Nike, Adidasit edhe sukseseve tënve, prandaj gjithmonë krijoni një histori të brandit që me pas ndjesi njerëz për brandin tënë edhe me bisedu për brandin tënë. A është më rëndësishme të shesësh produktin apo historinë pas tij? Historia e shet produktin. Nëse nuk kemi histori, atëherë kemi shitje të përkohshme dhe do të përfundojmë me atë produkt ose me atë biznes. Historia është ajo që i mban njerëz me u lidh me brandin tonë dhe me ble vazhdimisht.